A duhet me I rrit fëmijët ndjep a jo? E kemi dëgjuar që djepi e rahaton fëmin, mirë po a ke mendu ndonjëherë ma gjatë pse a qysh? Pyetja e parë që duhemi me shtru është pse I përkundim fëmijët për me flajt. Sot e dim që përkundja ka bazë biologjike. Kur përkundemi let, truni aktivizon një sistem brenda në veshin e mesëm I cili rregullon balancën edhe I çon trurit sinjale shqetësuese. Një studim në Zvicër tregoi se jo veç fëmijët, po edhe të rriturit që kanë flajt në një shtrat që përkundet let, kanë rënë në gjumë shumë më shpejt, patën gjumë më të thellë dhe janë zgjumë më pak natën, në krahasim me grupin tjetër që kanë flajt me një shtrat që s'ka lëviz hiç. Ky studim më tutje ka pasë se përkundja I sinkronizon valët e trurit që lidhen me gjumin e thellë edhe e përmirëson kujtesën pas gjumit. Debati për djepin të ne shpesh lidhet edhe me një shqetësim tjetër. Me pozicionin e fushnjës gjatë gjumit, I cili na I ka bo kokën krejt shqiptarëve njëjtë, rrafsh mbrapa. Fushnjeve ju formohet koka let, prandaj qëndrimi me orë të tana në njëjtën pozitë mundet me shkaktu rrafshim të kokës si plagjecefali, rrafshim në njërin anë ose brachecefali, rrafshim në pjesën e pasme të kokës në të dy anët. Kjo zakonisht ndodh nga presioni I vazhdueshëm kur fushnja flan veç në shpinë, nga karrocat, ulset e kerrit apo edhe djepet kur përdoren vazhdimisht. Jo veç te ne, po edhe në Taxhakistan ku përdoret gavora, një djep I ngjajshëm me tonin tregoi se fushnjat që mbahen gjatë të lidhura në shpinë dhe kanë rrezik më të lartë për tortikollis, e cila është një gjendje ku muskujt e qafës janë të kontraktuar ose të shkurtuar në njërin anë, duke e bërë fushnjën me mbajt kokën gjithmonë të anuar. Kjo nuk e bën djepin të rrezikshëm vetvetiu, po veç na tregon se duhemi me përdor me mas. Prandaj, pyetja nuk është se djepi a është I mirë apo I keq, po qysh përdoret. Tundja e qetëson edhe e thellon gjumin, por fushnjës I duhet edhe lëvizje, ndryshim pozicionesh dhe kohë në bark gjatë ditës. E ti a I rrit ndjep edhe a mendon që djepi ndihmon vërtet apo jo? Kallëzom komente edhe për ma shumë video si kjo, subscribe bani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.